A ka nevoj hala për kërsi të reja, si kjo që jena të ecë na prej fillimit atje? A ka nevoj për investime shumë më të mëdha, sepse na jena të ecë me një zonë e cila ka kërsi, mirë po jo krejt qyteti ka kërsi. Pra sistemi mobilitetit është po ashtu pjesë e linjave të reja të bicikletave, e kemi edhe sistemin një kahor tash në unazën e mbrendshme, e din që rrugën Agim Ramadani nën kalimin na kanë blloku që një 2 vjet, po tash do ta bëjmë edhe atë dhe krijohet sistemi një kahor me linja të mira të bicikletave, të këmbësorëve, pra gjitha këto pikat të cilat i ndihmojnë mobilitetit në kryeqytet, edhe lidhen me parqet e reja, edhe me parqet në Gërmi, po ashtu tash edhe me parqet në Kalabri, Parku Bardha, pra gjitha pjesët si Bregu i Diellit, Kalabria, Dardania, Topania, Qendra, Ulpiana, Prishtina vjetër, gjitha janë të ndërlidhura njëra me tjetrën me sistemet të bicikletave, të linjave të bicikletave.